nuk besoj që ka prodhu kaq shpejt këtë pyetjen ekzistenciale, a krijimi artistik, a inteligjenca artificiale. Njëna nuk e përjashton tjetrën, munden me e ushqy njëna tjetrën, që edhe e kemi pa, realisht, mirë po, çka i mungon inteligjencës artificiale është nuanca njerëzore, e përvojës njerëzore. Këtë e kanë artistët edhe artistet, edhe prandaj nuk munden me garu. Si me thonë, veç përvoja thellësisht njerëzore është e pajisun edhe observimi i saj, të cilin e bëjnë artistët edhe artistet në veprat e tyre, e ka potencialin me informu një vepër artistike që i flet njeriut.